Mirë më nëgjesi e këzona, dhe më thonë një veç pak metra e largë studios aty ku je edhe ti, po realisht se si më thonë desa me u paraqitën nga ky vend, për faktin që ta zëmë, sot e dim që është një ditë vere normalisht, po të duke sikur jemi kthy në kohë, ose kemi udhëtuar pak në kohë, kemi fluturuar pak në kohë, kemi shkuar në Vjeshtë, ose jemi kthy disa muaj prapa, ose po shkojmë përpara. Realisht duket si një ditë tipike Vjeshtë kjo. Sot jam mirësi, vranësira, edhe në realisht nëse shohim moti aktualisht është dikun në 16-17 gradë Celsius, po nuk ta jetë fare një ndjesi të tillë. Kështu që ideja është që gjithë ata qytetarë shikues tanë që po dalin tash prej shtëpive, po besoj i kanë hapë dyert e tyre, i kanë hapë rrjetat përve dhe po shohin motin, merr në çadrën me vete, ja kështu si unë, edhe vishuni pak as më tras sepse një duan këto që po e themi. Përndryshe, nëse i kemi referencë pra të dhënat nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës e Gzon, për sot moti parashihet me qenë mes 14 dhe 16-17 gradë Celsius si vlerë minimale, ndërkohë po urojmë që ajo shpreha popullore dita mirë shihet mëngjes të mos vlejë për sot, sepse nëse vlejnë për sot, ato temperatura për cilat na flet instituti mbase mund të jenë kështu, mund të figurojnë nëpër grafikon ose nëpër telefonat tonë, por nuk është që kemi me ndjesi të tilla. Në realisht pra, kemi sigurisht që tash e tregon kemi edhe besimin pak më vonë, ose po besoj ndërkohë krejmë, unë edhe besimin na tregon të dhënat për atë se si do të kemi motin gjatë gjithë javës, mirë po këtu po e nisim sot, pra duket që ka me qenë edhe në bazë të një parashikimi të hershëm, një mot të i ndryshueshëm ky i kësaj jave, edhe me këto vranësina, edhe rrezë dielli, por fatkeqësisht edhe breshën, duket që edhe për sot ka një paralajmërim për breshën. Urojmë që të mos jetë sikur ai breshi i javës së kaluar, që shkatoi disa telashe, realisht shumë telashe, shkatoi në disa lokalitete të Kosovës, në disa zona të Kosovës, dëme të konsiderueshme pra edhe materiale, edhe në realisht edhe lëndime, në fakt edhe humbje të një jete të njeriut, si pasojë këtyre ndryshimeve klimatike që ndodhen. Realisht përjemi të ndryshimeve klimatike e zonë duket që tash po i përjetojmë, pra temperatura ekstreme në një javë edhe mandej rënje të temperaturave me njerë vërshime, që shpondodhet ndoshta barra pat në qytetet e ne, por edhe në vendet të ndryshme të botës. Ka që këzon, nuk e di apo më dëgjon, ja dhe një po të dëgju shumë mirë nga kjo pjesë e qytetit, edhe bindu për atë për cilin po të flas, pra një mot po thuj se përmirësojmë se po duke ndryshe. Tipik vjeshtor. Fatmirësisht e pas këtë gjetë çadër, unë as çadër nuk gjeta se më zuni pa përgadit që jo. Megjithatë ti nuk qenë ke shumë larg, kështu që unë po të pres ty në studio. Edhe faleminderit shumë që na i solli edhe këto pamje drejt për drejta të një pjesë të Prishtinës, është afër shkollës Ahmet Gashi në Prishtinë. Po, plan televizionit. Po, shihemi pas pak, po të pres në studio.